Kryeqyteti i Shqipërisë është një nga opsionet më të përballueshme për pushime në qytet dhe një zgjedhje fantastike për ata që kërkojnë të eksplorojnë me një buxhet të kufizuar, shkruhet në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Express. Qyteti i bukur evropian, Tirana, është rekomanduar si vendi më i përballueshëm për britanikët për të vizituar këtë vit. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë së bukur, është një nga opsionet më të përballueshme për pushime në qytet dhe një zgjedhje fantastike për ata që kërkojnë të eksplorojnë me buxhet të kufizuar. Sipas Time Out, kryeqyteti i Shqipërisë është një nga destinacionet më të lira për sa i përket ushqimit dhe aktiviteteve krahasuar me qytetet dhe kryeqytetet e tjera europiane. Kostoja e biletave të hyrjes në muzeet kryesore varion nga 2.5 deri në 5 pound dhe një birë kushton 2.96 pound. Në qytet, turistët mund të vizitojnë muzeet e Tiranës si ish bunkeret e qytetit. Çdo muze pasqyron aspekte të jetës shqiptare në ndërgjimin diktatorial të Enver Hoxhës. Tirana ka gjithashtu një jetë të gjallë natë dhe turistët mund të gjejnë bare fantastike koktejlesh në lagjen e bllokut. Nuk do të paguani më shumë se 6 deri në 7 pound për një koktejl. Kur bëhet fjalë për restorante, qyteti ka shumë mundësi. Provoni mishin e qengjit apo palltixhanin ose porosisni një byrek nga një furrë buke lokale. Turistët britanik gjatë pranverës ose verës mund të bëjnë gjithashtu një udhëtim një ditor në Durrës, një vend pushim bregdetar ose të shkojnë në veri për të eksploruar fshatrat. Një nga mënyrat më të mira për të eksploruar Tiranën është maja e Malit të Dajtit, i arritshëm lehtësisht me teleferik.